Një zjarr i fuqishëm ka rënë mes ditën e së dielës në fshatin Ndrisë në bashkinë Fier, duke përfshirë fillimisht shkurre dhe ullishte. I favorizuar nga era, zjarri është përhapur me shpejtësi në drejtim të vendit të quajtur Qafa e Kushovicës. Flakët kanë përfshirë edhe depot e ujë që furnizojnë qytetin e Fierit dhe disa fshatra përreth, ndërsa kanë rrezikuar edhe një bar-restoran. Pas ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarfikse, është bërë e mundur shmangja e djegjes së objektit. Më pas, zjarri ka ndryshuar drejtim duke avancuar drejt fshatit Peshtan i Vogël, ku ka rrezikuar edhe disa banesa. Për shkak të përmasave të mëdha të zjarrit, është kërkuar ndërhyrje nga ajri me helikopter. Në operacion për shuarjen e flakëve janë angazhuar 10 mjete zjarfikse, forcat të shumta të policisë së shtetit, forcat e FNSH-s, repartit shqiponja si dhe struktura të tjera të emergjencës. Zjarri ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në bazë materiale në stacionin kryesor të furnizimit me ujë të qytetit të Fierit. Sipas drejtorit të shoqërisë rajonale të ujësjelljes kanalizimi Fier, Gentiana Likaj, zjarri tashmë është fikur, por fillimisht ka ndërhyrë vetë punonësit e ujësjellësit për neutralizimin e tij, pasi shërbimet zjarfikse janë fokusuar te mbrojtja e banesave. Kryesisht dëmet janë materiale të shumta, gjithë baza materiale në linjat e furnizimit me ujë dhe mjete motorike, transformatore të tjerë, të cilat aktualisht janë djegur, janë jashtë funksionit siç i shihni edhe vetë. Zjarri ka rënë rreth mesditës, kemi marrë masat për ruajtjen e perimetrit sigurisë për të furnizuar pa ndërprerje qytetin e Fierit. Kemi njoftuar zjarfiksit, duke qenë që situata ka qenë e tillë që kishte dëm edhe në banesa. Kryesisht është parë e udhës që pjesa e zjarfikses të kishte në mbikëqyrje jetët e njerëzve banesat. Fillimisht ka qenë nga punonësit e ujësjellësit, ka ardhur dhe zjarfiksja, por siç ju thash, për shkak të nevojave në banesa, është parë e udhës që zjarfikset të shifnin ndërhyrjen në banesa dhe pjesa e ruajtjes së pikës së Qafës Kushovicës është bërë nga punonësit e ujësjellësit.